Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko ka folur në forumin e biznesit e ardhmja është tani si po riformulson inovacioni shërbimet financiare shqiptare të 2025-s dhe më tej. Gjatë fjalës së tij, Seko tha se ekosistemi i pagesave ka përjetuar transformime të rëndësishme gjatë 2 dekadave të fundit në nivel global. Ai tha se teknologjitë e reja kanë transformuar produktet dhe shërbimet e ofruara në tregun e pagesave me vlerë të vogël, ndërkohë që ekosistemi është zgjeruar me aktorë të rinj. Seko vuri në pa avancimin e vendit tonë për pagesat online. Vendi ynë po përjeton një rritje të shërbimeve bankare digjitale, duke i bërë shërbimet financiare më të shpërshtatshme, më të sigurta dhe më të aksesueshme. Fal përdorimit në rritje të teknologjisë celulare, internetit dhe promovimit produkteve inovative, konsumatorët po fitojnë akses në shërbimet financiare dhe mund të menaxhojnë financat e tyre, të transferojnë para, si dhe të paguajnë faturat në mënyrë elektronike. Guvernatori tha se instrumenteve elektronik të pagesave vijojnë të rriten me ritme 2-shifrore, duke ndihmuar në reduktimin e përdorimit të keshit dhe rritjen e formalizimit të ekonomisë. Sipas Sekos, numri i pagesave digjitale për frym ka arritur në 23 në vitin 2024, nga vetëm 2 pagesa për frym që ishte në vitin 2015. Guvernatori tha se përfitimet ekonomike dhe antarësimi në SEPA pritet të reflektohet në uljen e komisioneve ndërkufitare në euro në zgjerimin e marrëdhënieve tregtare me BE-n. Përfitimet ekonomike nga antarësimi në SEPA pritet të reflektohen në uljen e komisioneve ndërkufitare në euro, në zgjerimin e marrëdhënieve tregtare me Bashkimin Evropian dhe në zgjerimin e investimeve të huaja në vend. Komisionet për kryerjen e transaksioneve SEPA pritet të jenë ndjeshëm më të ulta se komisionet aktuale. Vlerësojmë se vetëm nga ulja e komisioneve, kryerja e transaksioneve nëpërmjet skemave SEPA do të kursejë agjendën ekonomik rreth 20 milionë euro në vitin e parë, pra që këtë vit. Këto përfitime do të jenë të prekshme pasi secili institucion financiar të aplikojë dhe të pranohet individualisht në skemat SEPA. Institucionet shqiptare pritet të nisin aplikimin pranë Komisionit Evropian të Pagesave duke nisur nga muaji prilli 2025-s. Bankat vendase janë angazhuar maksimalisht për plotësimin e kritereve teknike dhe ligjore, ku duhet të them se disa prej tyre kërkojnë investime të konsiderueshme financiare. Seko thekson se krahas rritjes së popularitetit të bankingut të hapur, Banka e Shqipërisë do të vijojë të ndjek me kujdes dhe në kohë reale zhvillimet në këtë drejtim në vendet e Bashkimit Evropian.